Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Gjunahqarët e mëdhej që s'bëjnë tauba mund të privohen nga lutja e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam. Pasi ai shurdhëruar në Kur'an të bëj lutje për besimtarët dhe besimtaret. Të bëj lutje Allahut për faljen e tyre. Gjithashtu, siç ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Dije se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut dhe kërko falje për mëkatin tënd dhe për besimtarët dhe për besimtaret. Gjithashtu, mëkatari i madh që nuk bën tauba, që këmbgul në veprimin e gjunaheve, mund të privohet dhe nga lutja e melajkeve. Melajket bëjnë lutje për besimtarët, ata që bëjnë tauba, bëjnë kthesë, ai që ndohen nga gjunahet. Ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an: "Alladhina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adhabal jahim." Ata që bartin arshin e Rahmanit, pra me lajket që bartin arshin e Allahut të lartësuar, dhe ata që ndodhen rreth arshit, me lajket që ndodhen rreth arshit e Allahut të lartësuar, madhrojnë Allahun duke e falendëruar ata, pra i bëjnë tasbih Allahut duke e falendëruar ata, dhe besojnë Allahut dhe kërkojnë falje për besimtarët, duke thënë: Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. Zoti ynë, ti ke përfshirë gjithçka me mëshirën dhe me diturinë. Faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak. Falje ata që heqin dorë nga shirku dhe nga mëkatet, dhe bëjnë kthesë, bëjnë tauba. Wattaba'u sabilaka, dhe që ndjekin rrugën tënde, rrugën e Islamit. Wa qihim 'adhabal jahim. Dhe ruaj ata nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal 'azizul hakim. Zoti ynë, futi ata në xhenetin e vendbanimit të përhershëm Aden, të cilin u ke premtuar, dhe bashkoi në xhenet, çoi në xhenet edhe baballarët e tyre, bashortët e tyre dhe pasardhësit e tyre që janë të mirë. Pra, baballarët e tyre të mirë, bashortët e tyre të mira, të devotshme, dhe pasardhësit e tyre që janë të mirë. Dhe këta futin në xhenet, ti bashkosh me këta besimtarë në xhenet. Vërtet je i gjithfuqishëm dhe i urtë. Waqihimus sayyi'at. Dhe mbroje ata nga pasojat dhe dënimet e gjunaheve. Ruaje ata nga dënimet e gjunaheve, veprave të këqija. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yawma idhin faqad rahimta. Kë mbron ti atë ditë nga përfundimi nga dënimet e gjunaheve, ti e ke mëshiruar ata. Wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Dhe kjo është fitoria madhështore. Pra, mëkatarët e mëdhej që këmbgulin në veprimin e mëkateve dhe nuk bëjnë tauba, mund të privohen nga lutja e profetit ton. Mund të privohen dhe nga lutja që bëjnë me lajket për besimtarët dhe besimtaret, për ata që bëjnë tauba. Allahu ju shpëlbeft të mira. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.